Bankat e Eurozonës shtrënguan aksesin në kredi në 3 muajt e parë të vitit dhe presin ta vazhdojnë ta bëjnë këtë edhe këtë 3 mujor, ndërsa lufta në Iran rrit çmimet e energjisë dhe kostot e financimit, tregon një anketë e Bankës Qendrore Europiane. Anketa 3 mujore e BQE-s për huallënien bankare për 21 vendet që përdorin euron sugjeroi se kushtet e financimit tashmë po përkeqësoheshin si rezultati i konfliktit në Iran që filloi në fund të shkurtit, madje edhe para çdo rritje të mundshme të normës së interesit. Shtrëngimi i kritereve të bankave për të miratuar kredit ishte më i madh se sa pritej dhe në rastin e firmave, më i ashpër që nga 3 mujori i tretë i vitit 2023. Rreziqet e perceptuara për perspektivën ekonomike dhe një tolerancë më e ulët ndaj rrezikut nga bankat ishin faktorët kryesorë që kontribuan, me bankat që treguan në një pyetje të hapur se zhvillimet gjeopolitike dhe energjetike ushtruan presion shtrëngues, tha BQE. Disa banka raportuan shtrëngime shtesë në lidhje me ekspozimet ndaj firmave që përdorin shumë energji dhe lindjen e mesme, shtoi BQE. Për 3 muaj deri në qershor, bankat presin një shtrëngim neto të përhapur dhe më të theksuar të standardeve të kreditimit. Kërkesa për kredi ra pak në 3 muaj deri në mars, në kundërshtim me pritjet e vet bankave, ndërsa firmat ulën investimet, megjithse disa rimbushën inventaret e tyre. Disa banka theksuan se zhvillimet e vazhdueshme në çmimet e energjisë po nxisnin rritjen e kërkesës për likuiditet nga firmat, ndërsa të tjera vunë duke pasigurinë më të lartë dhe shtyrjen e investimeve si faktor që ulin kërkesën, tha Banka Qendrore Europiane.